Përshëndetje njerëz të dashur, përshëndetje, si keni kaluar këtë mbasdite? Ja unë përgatita picat. Shoh si ka ardhur brumi për shef. Kam bërë 2 pica sonde. Tek brumi i kam hedhur, siç e kam treguar edhe tek video e parë, vaj ulliri, pak sheqer, krip, maja, ujë të ngrohtë, edhe 800 gram miell. E kam zen, e kam lënë 1 orë që të vinte, pastaja e kam kthyer prap brumin që të vinte për 2 orë e gjysmë të tjera. Edhe ja këtu hapim brumin, i kam hedh pak miell lart që të hapesh, mos të ngjiste. Këtu po e hapim në tepsi. Unë e bera, po nuk e ngra. Se, siç kam thënë që unë kam vendosur dhe nuk është e lehtë që ti të gatuash dhe mos të ha goca, një më besoni, ja u them kështu, kjo është pica e dytë. Është shumë e vështirë që të gatuash edhe mos të hash. Megjithatë do t'ja dalim, këtu kam përgatitur salcën dhe po jet salcën picës. Po do mësojmë se do bëhemi të bukura për mbar, si thoni, do veshim kostumin apo jo? Bëj shaka o goca. Do mbajtu dhe një qik ajo dieta, se nuk është mirë kur ti shton diçka. Picën e kam bërë me spinaq edhe salcishe. Unë preferova ta hidhjem kështu me duar, se doja që të hapjem spinaqi mirë. Fëmijët e mi ngordhin për këtë me spinaq edhe salcishe. Edhe kështu veprova. Dhe një pjesë e kam bërë me prosciutto për Eliana edhe mozzarella, normal, dieta jo. Mozzarella unë i kam hedhur goxha, se fëmijët e mi e kanë shumë qef me mozzarella. Edhe ja mozzarella. Dhe po diskutoja dhe me vajzën e madhe, sa ajo më ndihmoi që grivi mozzarellën. Eliana e ngri. Një të prerë e ngri sot, nuk e ngri shumë. Normal se kanë dhejtë dhe sot gjithë ditë në shtëpi, ka ngrënë diçka tjetër. Qik tu, qik atje, stomaku ishte plot. Dhe ja pica e parë, doli super. E futëm në furrë edhe po përgatisim tjetrën. Ai është pulsanti im që unë eri shtyp për të ndezur e stokuar video. Këtë tjetrën e kam bërë me tono edhe qep të grira. I kam ngrirë qepët, të themi kështu flet, i hapa pastaja. Edhe tjetrën e kam bërë vetëm margarita, gjithmonë për Elianën, se ajo e preferon dhe nëse mbetet një copë, e pëlqen që ta ngrofi dhe ta hajë ditën tjetër, e ka shumë qef. Edhe kjo ishte darka jonë për sot, o njerëz të dashur.
Ju përqafoj, ju uroj një mbrëmje të bukur, gjumë të ëmbël, u gdhifshi mirë edhe një fillim jave të mbar. Edhe kush ka dëshirë le të më ndjeki, të shkruaj mesazhe dhe të më bëj me pëlqen. Ja dhe pica tonë duken që njëra është ngrënësërse i gjitha. Natën!